Temperaturat e ulta të ditëve të fundit, por edhe parashikimet për të ftohtin që pritet të prek vendin në vazhdim, ka bërë që vlonjatët të ndezin ngrosit. Ngrosit i shohin si të vetmen mundësi për të përballuar të ftohtin, por thonë që këto pajisje sa herë që i ndezin, nga ana tjetër fluturojnë faturat e energjisë elektrike. Shumë prej qytetarëve, duke treguar vlerën e faturave të energjisë çdo muaj, tregojnë se edhe në ngroje kursejnë pasi nuk përballojnë dot faturat e energjisë elektrike, të cilat i përshkruajnë si tepër të larta, të papërballueshme për ekonominë e tyre familjare. Ajër ngros, pe korrent. Kondicioner apo? Jo, ajër ngros. Na ato pajisjet e vogla. No ato. Besoj se përballon do shpenzim. Po nuk e bëjon ndonjëherë kur na moneda po për ato ikë fiu. Fatura fluturojnë. Ikë po vërdora ajo të djeg, po jashtë shtyje. Sa shkojnë faturat e energjisë? Po shkojnë 30 lekë, 40 lekë. Të larta? Po për mua pensioniste më të lartë. Po shtyhemi, çfarë do bëjmë ne? Kjo është gjë. Jeni badanie? Ua, pa badanie kurrim do të rëmbulur. Por edhe ata të cilët i kanë mundësitë ekonomike të blejnë një kondicioner, thonë se nuk e përdorin atë shpesh, nuk e përdorin për faktin se këto pajisje harxojnë tepër. Me pensionet që kanë, thonë se faturat e energjisë janë të papërballueshme edhe për ta, duke rënduar ekonominë e tyre familjare. Qytetarët tregojnë se shumicën e kohës i fikin edhe kondicionerët, duke gjetur zgjidhjen tek batania. Ne me kondicioner, po... Harxon. Shumë harxon. E përballoni dot? Jo, nuk përballoj dot. Nuk përballoj. Mundohem, po, prap është ftohtë. Po një të futesh në badanie, vetëm Jo, gjithnjë është zakonisht me ajo. Gjeni futet. Vate përsëritur. S'ka zgjidhje. Po çmimet i kanë të tjerë në dorë, ngrenë çmimet, vendosin tarifat, konsumatori paguan. Jemi detyruar. Tani, zonja më tha që ke qenë drejtori është. Po, kam qenë dikur. Sa ishte çmimi i energjisë? Tani, Çmimi e fundit punës tënde. nuk i mbaj mend, por një gjë që çmimi aktualisht nuk është shumë i lartë, por është mundësia jonë për ta përballuar. Mundësia jonë e dobët si pensionist për të përballuar këtë kosto jetese që ka arritur, kjo është e vështira. Rriten tarifat e shërbimit, ke ushqyllësin dhe tarifin e shërbimit fiks dhe çmimin e ujit. Pa rritja e tarifave nuk e përballojmë dot. Niveli jetik. Këto pajisjet elektronike janë të mira. Jo, më tepër kurse, kuptoj, janë më të pranueshme dhe më të kërkueshme tani. Nuk ka. Sa ju shkojnë faturat muaj? Faturat e dritave vend tek 50.000 lekë vend. Janë të larta? Po janë të larta, po nuk i shmangim dot, se kjo është klima. Vapa po ashtu behari kur vjen temperatura 40 gradë ndjesh kondicionerin. Ndërsa qytetarët të cilët janë në marrëdhënie pune, tregojnë se faturat për ta janë të përballueshme. Kjo kategori e qytetarëve përdori më tepër kondicionerët në bazë edhe të ekonomisë që kanë, por pohojnë se për masën e popullsisë, faturat e energjisë elektrike janë tepër të larta. Unë përdor kondicionerin, domethënë për shtëpit, unë jetoj në pallate dhe nuk janë shumë të ftohta. Domethënë pallati që jetoj unë është ndërtuar vitet e fundit edhe ka sistem mbrojtje. Por sidoqoftë me kondicioner. Është vetëm azile. Tani për tani e vetëm azile. Vlora ka qenë qytet i ngrohtë, por tani ka një ftohje të klimës. Ka një ftohje të klimës, po. Po arxon? Pajisjet Po, elektronike që përdorin? kemi këto që kursejnë energji, grupi na me një fjalë. Sa mundi shkojnë në muaj faturat e energjisë? Po mua më shkojnë faturat e energjisë 7.000 lekë të reja. Tani në dimër. Janë përballueshme? Po unë jam akoma në punë, kështu që e kam të përballueshme. Po ndoshta për pjesën e masës. Për pjesën e masës është pak e vështirë, e kupton, po secili duhet të heqim një këto pjesët e vështira të dimrit. Po duhet të mendoj. Faturat mund të jenë më të larta në dimër se në verë, e shef kështu? Po, më të larta janë në dimër. Në verë është pak më ndryshe. Është edhe dita e gjatë dhe njerëzit dalin. Kjo ndoshta ndikon edhe te ekonomike e qytetarëve. Kurse në dimër njerëzit rrinë në shtëpi dhe më shumë kohë, domethënë. Jo vetëm faturat e energjisë elektrike, por të larta nga qytetarët cilësohen edhe faturat e ujit të pishëm, taksat,
tarifat vendore, por edhe të gjitha shërbimet e telefonisë dhe internetit.